Jo, as nuk është nxjerrje nga konteksti. Jo. Aprovon Preli? Jo, nuk është ta aprovon. Është kjo e cila është mosha ime edhe ka qenë në pej, kjo e ka pa pastrimin etnik të pejës, komplet, kur ka ndodhë. E ka pa, sepse ka qenë aty. E tash, mos flet, kështu që neve çka duhet me ndodhë, është, unë mendoj që Kosova s'ka nevojë me pas histeri tragimeve. Unë mendoj që kjo në diplomaci ka mënyra tjera që përçohet mesazhi me shtetet aleate. Nuk është vetëm Prishtinë, duhet në krye qytete me u punu. Po duhet njëjtën kohë na mos më ra kurthet kalumës. Se na jemi fitues. Kosova ka fitu. Këtu s'ka rol Kosova në këtë moment në po qësaj politike, pasrimit etnik, krimeve të luftës, krimeve kundër njerëzimit, leadershipi politik, ushtarak edhe policor sërbi gjithë është dënu në Hag për krimet të dokumentume në Kosovë, do më thonë është konsekvenca ekziston, na e kemi fitu pavarësin, e kemi vullos me GND, adin edhe për qatë debat që po e përmenti. A i ka qenë debati i parë mes institucioneve të Kosovës dhe të Sërbisë për vitit 1999. E tash mund veç njerë që shkinajti qatë gjak ftoft. Unë kom najt gjak ftoft se na jemi fitus. Po fitus nuk do me thonë me shkel tjetrin. Dhe që kjo ka qenë ajo. A është mindseti i njëjti Dashishit edhe kjo? Natyrisht. Po na ju qu... Pa dilemë.